Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo grua mori një qep dhe e fërkoi në dorë, rezultati e la pa fjalë. Pasi ta provoni do ta kuptoni dhe ju arsyen me siguri. Qepa është një përbërës shumë i rëndësishëm për pothuajse çdo ushqim të shijshëm, por ju mund të mos e dini se ato kanë disa përfitime shëndetësore prej vlerave të tyre ushqyese. Kjo mrekulli mund të përdoret si një ilaç natyral i gjithanshëm, si në rastin kur një grua e fërkoi në dorë dhe pati disa përfitime. Djegjet: thjesht prisni një qep në gjysmë dhe mbajeni mbi djegje derisa dhimbja juaj të largohet. Lëngjet gjithashtu veprojnë si një qetësues dhimbjesh dhe kanë veti antiseptike natyrale të përgjithshme të cilat mund të parandalojnë dhëmbëzat dhe të zvogëlojnë rrezikun e infeksionit. Pickimet e insekteve: aplikoni qepën e papërpunuar në pickimin e insekteve. Kjo ndihmon në nxjerrjen e helmit dhe reduktimit të dhimbjes dhe të ëndjes. Dhimbje në vesh: vendosja e një zemër qepe në kanalin e veshit gjatë natës do të zbusë dyllin dhe gjithashtu do të reduktojë dhimbjen. Ethet: apo mbyteni nga ethet, gjatë gjumit vishni çorape me unaza qepe. Tingëllon paksa e çuditshme, por dihet se kjo ndikon në uljen e temperaturës. Dezinfektimi: meqense qepa thith bakteret, lini qep të prera nëpër shtëpi për të parandaluar përhapjen e gripit dhe sëmundjeve të tjera virale. Ndërkohë, këtu ju do të mësoni se çfarë ndodh trupit tuaj nëse hani më shumë qep. Qepa është një nga elementet bazë të gëtimit dhe sigurisht trupi juaj merr shumë përfitime prej saj. Këtu ne do t'ju tregojmë se çfarë ndodh trupit nëse ju hani më shumë qep se sa normalisht. Qepa përmirëson dendësinë tuaj të kockave. Sado e çuditshme të tingëllojë, disa studime kanë treguar se konsumimi i qepës mundet që të ketë një efekt pozitiv në dendësinë tuaj të kockave. Ngrënia e një qepe në ditë gjithashtu për një muaj rresh thuhet se rrit dendësinë tuaj të kockave me 5% në krahasim me ata të cilët nuk e hanë. Gjithashtu qepa ul nivelet e kolesterolit të keq dhe e mban zemrën tuaj të shëndetshme. Sipas ekspertëve, qepët janë të larta në vetitë e tyre anti-inflamatore dhe qepët gjithashtu zvogëlojnë kolesterolin e keq i cili është i pranishëm në trupin tuaj. Një nivel i ulët i kolesterolit gjithashtu zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe nga ana tjetër e mban zemrën tuaj më të shëndetshme. Qepa gjithashtu mundet që të stimulojë edhe tretjen. Sipas ekspertëve, qepët janë plot me fibra që përshpejtojnë tretjen e dur në trupin tuaj. Përveç kësaj, ajo gjithashtu rrit prodhimin e baktereve të mira në zorrët tuaja, duke e bërë akoma edhe më të lehtë procesin e tretjes në trupin tuaj. Qepa gjithashtu zvogëlon edhe dëmtimin e qelizave dhe rrit njëkohësisht antioksidantët. Qepët janë shtëpia e 25 llojeve të ndryshme të antioksidantëve, të cilët janë shumë të mirë për trupin tuaj dhe për këtë arsye, jo vetëm që antioksidantët na mbajnë larg sëmundjeve të caktuara, por ato gjithashtu parandalojnë dëmtimin e qelizave. Qepët përmirësojnë shikimin dhe shëndetin tuaj oral. Qepët vrasin bakteret e këqija të cilat janë të pranishme në gojën tuaj dhe përmirësojnë gjithashtu higjienën tuaj orale. Qepët përmbajnë quercetinë, e cila është një substancë që mund të forcojë dhëmbët tuaj. Ato gjithashtu përmbajnë quercetinë, një substancë e cila lufton kataraktin që i mban sytë tuaj akoma edhe më të sigurt. Qepa gjithashtu ju ndihmon edhe që të flini sa më mirë natën. Kërkimet e bëra nga Universiteti i Colorados sugjerojnë që konsumi i qepëve
të përmirësoj cilësinë tuaj të gjumit. Ato kanë fibra dietike të cilat promovojnë një shëndet të mirë të zorrëve dhe gjithashtu ato lehtësojnë stresin. Qepa lufton plakjen dhe përmirëson lëkurën tuaj. Sipas ekspertëve dhe studimeve më të fundit, qepët janë të pasura në vitamina A, C dhe E. Qepët mund të ndihmojnë që ju të arrini lëkurën e përsosur me shkëlqim që dëshironi. Ato gjithashtu zvogëlojnë edhe puçrat. Sipas tyre, edhe lëngu i qepës ka vlera fantastike dhe disa sekrete mjaft të rëndësishme. Lëngu i qepës është gjithashtu një pije jo shumë e dashur dhe e padëgjuar, por pasi ju ta mësoni këtë lajm, do të filloni dhe do ta përdorni sa më shpesh atë. Mjekët të këshillojnë lëngun e qepës për trupin e njeriut. Mjekët gjithashtu thonë se ajo mund të trajtojë probleme të ndryshme siç është frymëmarrja, ftohja, kolla e të tjerë dhe gjithashtu mund të trajtojë dëndësinë tuaj të kockave, cilësinë e gjumit dhe shëndetin e dhëmbëve. Edhe pse aroma apo shija e tij nuk janë fort të pëlqyeshme, qepa mund të sjellë mjaft përfitime shëndetësore, kundërto ne mund të përmendim edhe shëndetin e zemrës. Konsumi i lëngut të qepës gjithashtu ndihmon edhe në parandalimin e mpikses së gjakut, një nga arsyet më kryesore të shfaqjes së sëmundjeve të zemrës. Diabeti. Lëngu i qepës gjithashtu luan një rol mjaft të rëndësishëm për sa i përket trajtimit të diabetit. Mineralet që përmban lëngu arrin që të përmirësojnë njëkohësisht edhe nivelin tuaj të sheqerit në gjak. Pastrim. Qepa ka disa përbërës të cilët përmbajnë vitaminë C, e cila largon të gjitha toksinat e dëmshme nga organizmi. Aminoacidet e këtij lëngu ndihmojnë gjithashtu në nxjerrjen sa më të shpejtë të substancave të dëmshme nëpërmjet urinës. Kolla. Lëngu i qepës gjithashtu përmban sulfur që ndihmon në shpërbërjen e sekrecioneve dhe gjithashtu mund të lehtësojë kollën. Prandaj ajo rekomandohet shumë kundër sëmundjeve të rrugëve të frymëmarrjes. Gjithashtu, qepa mund të trajtojë flokët dhe lëkurën tuaj. Vitamina C, e cila gjendet pikërisht tek lëngu i qepës, stimulon formimin e kolagjenit dhe njëkohësisht vitamina E shmang dëmtimin nga ekspozimi ndaj rrezeve ultravjollc. Mineralet janë shumë efikase në parandalimin e akneve dhe në forcimin e flokut. Si mund ta përgatisni? Lëngu i qepës mund të përgatitet duke zier qepën në ujë, 2 kokra qep mesatare për 1 litër ujë. Qepën ju duhet që ta zjeni me gjithë lëkurë për të paktën 5 minuta. Pas së zjerjes ju mund të shtoni mjaltë dhe limon për të përmirësuar shijen tuaj dhe menjëherë ta pini një gotë. Pjesën e mbetur mund ta ruani në frigorifer dhe ta konsumoni atë ditën tjetër. Qepa po ashtu mbetet një nga lëngjet më të mira, duke qenë se mund ta kombinoni edhe me mjalt, i cili do të shërbejë kundër infeksioneve të rrugëve respiratore. Përdorimi i qepës njëkohësisht është shumë i përhapur edhe në industrinë e kozmetikës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.